Me vendimin për rritjen e çmimit të energjisë me 16.1%, kanë nisur reagimet edhe për rritjen e çmimeve. Faqja Vërejtuesit e lagjes kanë publikuar një faturë në rrjetet sociale, ku në qendër të Prishtinës një kafe macchiato e madhe ka shkuar në 2 euro, kurse kafeja amerikane në 1.8. Kafeja është shtrenjtuar edhe për komuna të tjera, ku lokalet kanë njoftuar edhe zyrtarisht se çmimi është rritur pas shtrenjtimit të rrymës, kurse përveç kafes, pritet edhe rritja e çmimit të produkteve të tjera. Fjala është për bukën, qumshtin dhe produkte të ndryshme. Pas vendimit të zyrës së rregullatorit për shtrejtimin e energjisë elektrike nga 1 maj prej 16.1%, një numër biznesesh në Kosovë vetëm se kanë nisur që të rrisin çmimet e produkteve. Sejit Shatri, pronari një furre në Pej, thotë se disa nga furrat e bukës në këtë komunë veç se kanë nisur që një bukë ta shesin për 80 cent, për momentin është 60 cent, do të shkojë deri në 80 cent. Në disa vende të tjera është shtrenjtuar, por te ne tash pritet prej 1 majit, tha Shatri. Analisti Shenol Muharremi ka thënë se krejt kjo situatë ka qenë e mundur të parandalohet, kur të shkatërohet ekonomia mos t'i themeloj fare institucionet, ko të rriten pagat, ko të rritet ekonomia pastaj, se inflacioni e ka kry punën, e krejt kjo ka mujt me u parandalu, po faktori njeri nuk e ka parandalu, zgjidhje ka pas e kemi vizatu, çka mundet me bën një apo disa ignorant, 1 milion të tjerë nuk munden me rikuperu dëmin, ka shkruar Muharremi. Ndërkohë kryetari i shoqatës së mullizve, Bashkim Zeinullau, tha se rritja e çmimit të bukës do të bëhet për shkak të rritjes së prodhimit, tu pasur parasysh që përpunimi i grurit, por edhe pjekja tek furtarët ndodh me energji elektrike, ka me pas një ndikim në çmimin e bukës. Rryma është një faktor në përpunim, bartë një bartë drejt për drejt në përpunimin e grurit, por edhe te pjesa e pjekjes, sigurisht pasi drejt për drejt është një kosto, nuk mund të marrim duke mos e ditur se do të jetë shtrenjtimi i rrymës që ende nuk dihet dhe nuk besoj që do të jetë ajo që është propozuar apo pritet të propozohet. Por varësisht nga jo energjia elektrike nga përpunimi i bukës e deri në pjekje është diku 20%, deklaronte ai për mediat. Rritja e çmimeve ishte paralajmëruar nga dhoma e tregtisë dhe industrisë, bazuar në rritjen për 15% në bazë të komunikimit ton me biznese. Ne e shohim si shumë problematike këtë rritje, sepse është rritje e madhe për kohë shumë të shkurtër dhe për këtë, po shpresojmë që qeveria ndoshta do të vijë me një vendim pak më të mirë, sepse ky si i tillë do ta dëmtojë shumë biznesin, shkaku se nëse kostoja e prodhimit i rritet për 15% të energjisë elektrike, duke pas parasysh të gjitha bizneset tek ne, prodhimet përdorin energji elektrike, atëherë kjo automatikisht ndikon në koston përgjithësi, pra rritje të çmimeve në të gjitha produktet në Kosovë.